Po vazhdojna me një vajzë tjetër e Big Brotherit edhe të pyesim se si po vazhdon vera sot për to. Gresa, si je? Mirë, faleminderit. Ç'është është vera për ty? Vera për mua është me pak punë, po ma shumë kom fillu më marrë me vetën pak. Qysh je mas Bigut? Qysh po është normal me fancat, me njerëz për rreth, atë kam përkra, ose ti e ndje? Bigu ka kalu që 2 vjetë, kështu që po vazhdon prapë mu kone e njëjta ndjenjë, kështu me njerëzit që përshëndesin, përqafojnë, po shumë ndjenjë mirë. Po me Shëndritin qysh i ki marrëdhëniet? Me Shëndritin shumë mirë, Shëndritin e kom pjesë tashmë të familjes, kemi kalu do me thonë për te shoqërisë, kështu që po, shumë mirë. Po naj lidhje re për Gresën diçka, po s'ka diçka të re? Jo, s'ka kur gjë të re, ma shumë po mirë me vetën, kështu që lidhjet i kemi lanë pak anash. Po me Gjulin si ki marrëdhëniet? Me Gjulin shumë mirë, me Gjulin i kom pas marrëdhëniet prej fillimit shumë mirë edhe tash shumë mirë. Po qa i thu Gjulit për pjesën e shtatzanis, 2 bineq? Veç i uroj, inshallah, e ka një shtatzanit në barë dhe mandej ku t'lind, inshallah, i rritën shëndetshëm. A ka naj gjelozi ndaj teje, si pas punëve që i ki, se e dina që je shumë aktive për rrjetet sociale? Gjelozi? Po, këqëre, gjelozit ekzistojnë gjithmonë, po tash unë nuk mirë me këto sene, kështu që se cili e ka jetën e vetë, mirë është me punu, mos me pas gjelozi, se kur punon s'ki ko mandej për gjelozi. Edhe një pyetje në fund. Hajde. Na ka marrë molli me videot e tua që i ke bo, me nashtime kish, a pritet diçka e re për ty, ose për neve, ose naj televizion, ose diçka? Po pritet në shtator me fillu me një projekt, kështu që edhe deri në shtator po mirëna pak me vetën, kështu që prej shtatorit fillojna diçka shumë të madhe. Gresa, veç të raj fat, Shumë faleminderit, edhe Ave. ku ke shumë pozitive, Faleminderit edhe shumë. faleminderit shumë edhe për me. Edhe juve faleminderit, kënaqësi.